Sot së bashku me kryeministrin Kurti, me Vasfian, me Feridën, me Danin, me ministra, deputet kuvendit të Republikës së Kosovës, përfaqësues të institucioneve në Republikën e Kosovës dhe përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile. E nisëm ditën pranë memorialit Heroinat për të nderuar sakrificën, por për të nderuar edhe dinjitetin e të mbijetuarve të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë. Janë histori të thella të dhimbjes, por edhe të qëndresës dhe forcës së jashtëzakonshme. Vajzat dhe gratë, sikurse edhe djemt e burrat që i mbijetuan kësaj dhune, na tregojnë që kemi edhe shumë punë për adresimin e përgjegjësive tona si institucionet Republikës së Kosovës, e sidomos në adresimin e drejtësisë. Dhe kur jemi këtu, më lejoni t'ju njoftoj që gjatë kohës së fundit janë ngritur edhe 12 aktakuza për dhunën seksuale gjatë luftës së fundit në Kosovë. Kemi edhe 3 vendime të gjykatave, vendime dënuese për rastet e dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë, ku 2 prej tyre janë në gjykatën themelore, ndërsa 1 ka marrë vendimin pra të formës së prerë. Si institucionet të Republikës së Kosovës gjatë këtyre ditëve dhe gjatë kësaj periudhe kemi adresuar përgjegjësitë në raport me adresimin e krimeve të luftës në përgjithësi. Prandaj edhe do të angazhohemi që të gjitha nevojat e të mbijetuarve të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë t'i adresojmë sipas përgjegjësive që kemi. Këtu jam edhe me Feridën, jam me Danin e me Vasfian. Unë falenderoj organizatat e shoqërisë civile që për më shumë se 2 dekada, prej pas përfundimit të luftës, kanë mbajtur lart moralin, por edhe kanë adresuar dëmet dhe krimet që Serbia i ka bërë në Republikën e Kosovës, përfshirë edhe rastet e krimeve të luftës, krimeve kundër njerëzimit, por edhe gjenocidin, e këtu përfshihet edhe dhuna seksuale. Vasfia e Dani, sikurse edhe Shyretja, sikurse edhe martet tunaj, kanë folur për këto krime, dhe kjo dëshmon që këta nuk janë fajtor janë kriminalët që i kanë kryer këto krime. Prandaj unë thras sot edhe një herë që partnerët tanë ndërkombëtar t'i bëjnë presion Serbisë që t'i dorëzoj kriminalët para institucioneve të Republikës së Kosovës, sepse siç e dini, Serbia është bërë streh e kriminalëve të luftës, por po ashtu edhe atyre terroristëve që kryen krime në kohë të paqes. Është e rëndësishme që institucionet e drejtësisë po e zbatojnë gjykimin në mungesë, sepse si pasojë e asaj që përmenda që Serbia nuk i dorëzon kriminalët e luftës, ne jemi detyruar që të mundsojmë gjykimin mungesë, që sadopak të zbusim dhimbjen e familjarëve, por edhe të mbijetuarve.